Mirëmbrëma të dashur shikues. Këto ditë në botë kanë ndodhur gjëra tepër të rëndësishme, të cilat vendosa që t'i diskutoj me mikun dhe kolegun tim Alfred Cako. Do të fillojmë të flasim natyrisht për atë që ka qenë ngjarja më e madhe e kësaj jave e këtij fillim viti, me rrëmbimin nga forcat speciale amerikane të presidentit në detyrë, presidentit të Venezuelës Maduro. Do të shikojmë dhe do të diskutojmë së bashku se çfarë pasojesh, çfarë përshkallëzimi mund të krijohet nga ky incident. Dhe do të flasim natyrisht pak edhe për situatën në Shqipëri. Sot ka pasur një takim të liderit të Partisë Demokratike Sali Berisha me kryetar të partive të tjera opozitare, po dhe me përfaqësues nga shoqëria civile. Për këto do diskutoj pra, siç e thash, me mikun dhe kolegun Alfred Cako, i cili i uroj mirëseardhjen. Mirëmbrëma Kastrot. Cako, me këtë radhë ta fillojmë apo do që të merremi me politikën e brendshme? Si do të ti je komandant. Okej, fillojmë atëherë me Maduron. Ato që në anglisht i thonë 2 centët e tua, pra, shkrep një herë të parën, pastaj hym në detaje, diskutojmë. Përshtypja jote e parë. Po, unë them që është duke u rikonfiguruar renderi botëror. Amerika ka dalë në atë politikën e fillim shekullit 20 me doktrinën Monroe, ku nuk lejon fuqitë e tjera evropiane në atë kohë, por tashi edhe aziatike, Kinën dhe Rusin, si gjysmë evropiane, gjysmë aziatike, që të kenë ndikim dhe përfitim me politikat e tyre ekonomike dhe geopolitike në hemisferën perëndimore të dy Amerikave. Sigurisht që është një goditje që shkaktoi shumë hapi shumë dritare në politikat e ardhshme botërore që do të ndodhi. Së pari u vërtetua që Amerika di të bëj operacione speciale. Dhe këta e kuptoj gjithë bota, se çdo të thot operacion special, dhe sa e përgatitur është Amerika në raport me të tjerët për të ndërhyrë, kështu siç ndërhyri në Venezuelë dhe në shumë vende të tjera të botës ku krerët e shteteve të ndryshme mundet që t'i kundërvijnë Amerikës me justifikimin e veprimit në mënyra të ndryshme, duke justifikuar nga ana ligjore ose edhe duke thënë që shumë pëlqen mua, si tha Trumpi sot në një intervistë në CNN për Groenlandën. Tha, unë kështu e ndjej, tha, dhe nuk pyesta për rregullat ndërkombëtare. Pra, dy gjërat e para që të kanë bërë ty përshtypje është që kemi një luftë tregtare të fortë ndaj Kinës. Kështu e kuptova. Arsyeja që u bë kjo luftë, shkaku i këtij rrëmbimi, ishte ndryshimi i qeverisjes së Venezuelës, për shkak se Venezuela i jepte rreth 60% të prodhimit të saj ja jepte Kinës. Dhe bashkë me naftën që merrte nga Irani, i cili është edhe sot në trazira, ndoshta flasim më vonë, bashkë me naftën e Iranit plotësonin 70% të nevojave të Kinës prej 1.5 miliard banor, me ekonominë e vetë prej rreth 20 trilion dollar GDP, plotësonin 70% të nevojave për energji të Kinës, për energji domethënë fosile. Për naftë. Për naftë. Dhe kjo është e para. E dyta është Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një borxh që po vjen të brendshëm, duke u rritur borxh kombëtar, i cili po shkon ke 39 trilion, që është një shifër 33 trilion ka GDP-n e brendshme Shtetet e Bashkuara, është rreth 110-115%, po më rëndësishme është që është duke u rritur me hapa galopant, rritja e borxhit në krahasim me rritjen e prodhimit. Dhe 310 miliard dollar pasurit të depozitave të naftës, të cilat sigurisht nuk mund të merren për një herë, po me kalimin e disa viteve, përbëjnë
me çmimet e sotme rreth 17 trilion dollar, gati 50% të borxhit publik që kanë Shtetet e Bashkuara. Tashi, pse e thash unë që do ndryshoj politika botërore pas këtij rrëmbimi? E para që variabli parë që doli në pa ishte kjo që e thash, që Shtetet e Bashkuara kanë një aftësi operacionale të veprimeve të tyre për të realizuar operacione të këtilla të pakrahasueshme me asnjë vend tjetër dhe të frikshme për të gjithë sundimtarët dhe politikanët e vendeve që mund t'i thonë Amerikës për gjëra të rëndësishme, nesër jo. E dyta, rusët dhe gjithë bota kuptovi që sistemet e mbrojtjes që shiste industria ushtarake ruse, po kjo ndodhi dhe me Iranin, edhe sistemi mbrojtës konvencional. Mirë, vetëm mos fillo me Iranin se të mbaroj mirë. Jo, po kur dua akoma të të bëj pyetje për Venezuelën. Kur raketat e Iranit ka përzyer mbrojtjen Iron Med që kishte amerikane me sistemin Patriot, u qa. Pra, edhe ato nuk e kryen dot funksionin për të bërë mbrojtje kundërajrore të zonave që kishin marrë përsipër, të Izraelit konkretisht, po edhe këtu sistemi SM-300AV, që është më i avancuar se SM-300, po pak më prapambetur se SM-400, dështoi. Pra nuk hyri në veprim. Dhe e treta, Medvedevi në momentin që u rrëmbye, që ishte ora 2:01 dhe më 3:30 me orarin lokal, ai akoma nuk ishte zbritur në New York nga anija që po e transportonte, 3:30 të natës, të mëngjesit, AM, siç e kanë amerikanët. Medvedevi, që ishte ora 9, shkroi 23 fjalë për një gazetë në një intervistë ruse. Edhe tha, ajo që unë kam kohë që e kam parashikuar dhe më kanë quajtur si skifter, doli e vërtet. E vetmja garanci për të mbrojtur sovranitetin në vendit ton janë armët bërthamore. Pra, ata që kanë armë të shumta bërthamore ju kthyen retorikës kërcënuese të përdorimit të armëve bërthamore në rast rreziku. Tashi, pse do ndryshoj politika botërore? Do ndryshoj në drejtim të artimit të politikave energjetike, të cilat çdo vend i botës i ka digjitale. Dhe lufta para se të ishte kinetike, pra që të fillonin bombardimet, goditjet, ishte kibernetike. Sepse para se të fillonin lufta, para se të fillonte rrëmbimi, u futën 150 avion, nuk ishin para shumë avion amerikan në një operacion, në krahasim me luftën e Gjirit. Dhe domethënë që në atë kohë luftën e Gjirit ishin përdorur një sasi e këtij avionësh, por tash teknologjia është rritur. Pra, kur të shikojmë që do ketë një luftë, në fillim do ketë luftë kibernetike digjitale, pra do të goditet sistemi energjetik i vendit, sepse sistemi operacional komandues i ushtrisë në çdo vend të botës është i lidhur me sistemin civil energjetik, hidrik ose atomik, po kryesisht hidrik. Dhe kjo vërtetua në Caracas, ku helikopterët që rrëmbyen, që morën Maduron, kanë fluturuar 100 metra mbi ndërtesat më të larta të Caracasit dhe kanë fluturuar në errësirë. Pse? Sepse në rast se nuk funksionon sistemi mbrojtës digital që ka një vend, ka sisteme të lëvizshme mbrojtëse të cilat ndjekin me sy, po t'jetë ditë ose edhe natë, në qoftë se duket objekti dhe u zgjodh një natë me re, dhe mund ta lëvizin sistemin mbrojtës, edhe sëmet janë lëviz se komandojnë nga njerëzit, e lëviz me një makinë, e çon më ande ose më këte dhe e përdor. Dhe mund të goditeshin helikopterët. Mirë, po kur nuk i shikon, atëherë nuk ke si t'i godasësh, sepse duhet ta drejtosh sistemin
me përafërsi drejt objektit që kërkon të godasësh dhe për shkak të ndjekjes termike që bëjnë baterit e lëshimit të raketave, kapet objekti dhe goditet. Kurse kur nuk e shikon, qofse ai udhton këte, ti godet te, dhe përveç saj, forcat mbrojtëse të Venezuelës u tuan nga bumi supersonik i avionëve, të cilët udhëtonin rreth 4 km ose 5 km mbi sipas disa burimeve ka pasur jo vetëm çaktivizim të rrjetit të energjisë, po ka pasur edhe bllokim të telefonisë celulare, bllokim të internetit. Po patjetër. Rreth një ore gjysmë. Domethënë funksionon rrjeti i internetit. Pa internet, goditet interneti, ky është goditje kibernetike, pra, digital. Rreth një ore gjysmë nuk ka funksionuar asnjë mënyrë komunikimi, ata kanë qenë në mersi dhe Trumpi me krenari. Pra, kjo luftë ndryshoi orientimin e politikave të ardhshme të sigurisë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që lenda e parë me e kërkuar në botë do të jetë uraniumi, nuk do të jenë raketat mbrojtëse SM dhe Patriotet tjera. Sepse praktika tregoj që ato u çan, edhe Amerikania dhe Rusja. Dhe traktati mosparapjes së armëve bërthamore që është vendosur para mbarimit të luftës së ftohtë nuk do të funksionojë më ashtu siç nuk ka funksionuar në mënyrë selektive deri tash. Dhe primadona e lendëve në tregjet do të jetë uraniumi. E mbledhim pak fokusin prap tek Venezuela dhe pastaj zgjerojmë dhe shikojmë gjithë me Venezuelën po i lidh. Kjo do ndryshojë. Po bën fokusin botror. Rrim pak te Venezuela, ngushësisht ç'a ndodhi në Venezuelë. Në Venezuelë u futën avionët FM-22 Rapture që quhen. Domethënë kështu çan këta grabitçar, domethënë F-22 grabitçar mund ta quajmë. Çfarë karakteristikë kishin këta avion? Këta avion janë të padukshëm, sepse avionët kontrollohen nga bandat e frekuencave që lëshojnë sistemet mbrojtëse dhe kapet një objekt në qiell dhe SM-ja këta mund ta bëj në 270 deri 300 km larg, mund ta dallojë një objekt që është në qiell. Mirë po për shkak se njëkohësisht radar kanë dhe vetë avionët që mos përplasen, mos lëshojnë radar që kontrollojnë, japin dhe marrin japin e marrin përpara. Ky lloj avioni është i padukshëm për shkak të disa kushteve se i nxjerr vetëm rreth 1 centimetër radarëve të baterive kundërajrore, i nxjerr vetëm 1 centimetër. Dhe kjo bën që në këtë lloj fsheje që ai bën, se është shumë i ngushtë, në këtë lloj fsheje që bën, ai mund dallohet vetëm 30 km larg. Mirë po, aftësia e tyre për të goditur është mbi 30 km. Dhe kur ata shikojnë dhe ndjejnë që radari i ka perceptuar, ata në një distancë të këtill mund të shkatrojnë radarin ose raketat në qoftë se i di se ku ndodhen raketat. Avioni tjetër që u fut në lojë është F-35. F-35 është i prodhuar nga Lockheed Martin, që është kompania industriale me zhvilluara ushtarake në botë, dhe ajo e quan sistemin e kamerave të F-35-s i quan sytë e Zotit. Edhe thot, sytë e Zotit janë në ekranin tuaj. Mirë po, të gjitha avionët, të gjitha llojet e avionëve ishin lidhur me njëri tjetrin në mënyrë që të shihej gjithë qielli, toka dhe sistemi i raketave, në çfarë niveli ishte kryer realizimi i asgjësimit, dhe kjo është edhe për ta ditur, po dhe për të ngritur moralin e veprimeve të tjera më pas, siç ishin helikopterët. Tashi para se të flas edhe për një avion tjetër, që këta janë gjenerata e 5 e Shtetet e Bashkuara, por në lojë u fut edhe një anije e cila quhet gjenerata e ardhmes, pra mund ta quajmë gjenerata 6. Kjo bëri
shkatrimin e rjetit kibernetik, digital të gjithë Karakasit, që për atë që tash që u shkaktua errësirë. Ajo quhet AE 32JG. Domethënë kjo quhet nga gjenerata e së ardhmes. Tashi ta kishin punuar sepse ky sistem, ky operacioni quheshe absolute solution, duke zgjedhje absolute. Ndërsa dita e rëmbimit, kurse operacioni që kishte filluar në Korik, duke bërë atë rrethimin nga shumë baza ushtarake të Venezuelës, quheshe Shigjeta e Jugut. Dhe ishin aktivizuar mbas Korikut të gjitha agentët e CIA-s që ndodheshin në pikat e sistemit të sigurisë dhe të komandës të Venezuelës. Maduro kishte pjesën më të afërt të stafit mbrojtës të tij, i kishte kubanez. Dhe në teren ndodheshin 1200 ushtarak rus, të cilët janë ofenduar keq për nivelin e tyre operacional, taktik të dobët përballë veprimet amerikanëve. Dhe në kohën e sulmit, këta kishin një aset të brendshëm, siç kanë deklaruar ministri i mbrojtjes, i cili ju ka treguar se ku ndodheshe me saktësi Maduroja në momentin që filloi sulmi, dhe ishte koha, ka qenë ora 2:01 kur është rrëmbyer Maduroja. Pra në orën 2 fiks ndrodheshin rojet, më 2:01 është bërë ndërhyrja, dhe kur ai ka hyrë në dhomën e shpëtimit, që kishte mbrojtje shumë speciale me çelik special, ato janë hapur me prerësa termik që krijojnë temperaturë 3000 gradë, dhe shapur dera dhe janë marrë me gjithë bashkëshorten e vet. Para se të fillonte operacioni, një ndërtesë e ngjashme e vendit kryesor ku lëvizte Maduroja, në atë se ajo kishte edhe pjesë ndihmëse ndërtesa të tjera, po kjo ndërtesa kryesore ku hynte Maduroja dhe jetonte Maduroja, është prodhuar me të njëjtat lloj materiale, me të njëjtat përmasa, me të njëjtën formë arkitektonike në Shtetet e Bashkuara, diku pranë Floridës. Dhe është bërë edhe dhoma e mbylljes dhe të gjitha specifikat teknike që kishte ndërtesa e Maduros. Dhe ushtarët e Delta Forces që hynë dhe të FBI, sepse në aksion morën pjesë dhe agent të FBI me roba të FBI, për t'i dhënë një legjitimitet ndërkombëtar veprimit për kapjen e tij. Tani mu rikthehen te. Se më the, ja, je ti komandant këtu, po nuk e përfillë komandantin. Po, pra po flasun për Madurën. Jo, po nuk duhet merremi kaq shumë me detajet ushtarake të çështjes. Po. Mua më intereson, domethënë politikisht pse ndodhi, juridikisht a është e pranueshme apo jo, dhe çfarë pasojash ka për botën. Tani Trump doli dhe tha, pastaj edhe të tjerët pas tij, Hexeth e Rubio, ç'nuk kanë thënë këto ditë për Madurën. Kanë thënë, është bosi i drogës i kartelit të diellit, që na sill kokainën kolumbiane. Del Sol. Po, është i lidhur me Hezbollahun, i përfshirë në terrorizëm ndërkombëtar. Ka falsifikuar zgjedhjet në Amerikë në vitin 2020, është i përzier me makinat e numërimit elektronik të votave, me Smartmatic. Për gjitha këto nuk kemi dëgjuar asnjë provë. Pastaj kanë thënë në përdhëm të nesërmen që ne nuk lejojmë këtu në oborrin ton të huaj, pra të vinë rus, kinez, iranian. Pastaj janë ankuar që ky ka lidhje të forta me Fidel Castron, dhe kanë thënë që edhe rojet personale i ka kubaneze në shumicë, dhe kjo është e vërtetë, sepse ka pranuar Kuba që janë vrarë 32 vetë, ka rreth nga 40 veta, 30 kanë qenë në kubaneze. Tani pyetja ime për ty është kjo. Pse duhet të thonë 10 arsye, kur mjafton një, qoftë ajo është e vërtetë, e sinqertë, e ndershme dhe e drejtë, nuk ka nevojë për 10 arsye. Shiko, nga këto që thash, cilat beson ti? E di gjykata përse e ka dënuar Madurën? Në vitin 2020, jo, e ka shpallur fajtor.
Në vitin 2020, gjykatat e New Yorkut e kanë shpallur fajtor për fshirjen kontrabandën e drogës në Shtetet e Bashkuara. Dhe për këtë ka një dëshmimtar kyç që është bazuar gjykata. Ky dëshmimtar është ish shefi shërbime sekrete në kohën e këtij para Maduros, Chavez. Hugo Chavezit, i cili deri në vitin 2015, se Chavez i vdiq më 2013, deri në 2015 ky ka qenë përsëri shefi shërbimit sekret të Venezuelës, dhe në vitin 2015 ky u largua nga puna si shefi shërbimit sekret me dëshirën e vet dhe hyri politikës dhe u bë deputet. Dhe hyri në partinë e Maduros dhe që një nga mbështetësit më të mëdhenj të Maduros deri në vitin 2017 në mos gaboj. Në vitin 2017 këta u grindën me njëri tjetrin dhe ai u aratis nga frika se mos Maduro e fuste në burg. Dhe rinte i fshehur në Spanjë. Në Spanjë e kapën shërbimet sekrete CIA, ku jetonte, e kapi, rëmbevi dhe e mori dhe e dënuan për përfshirje në trafikun e drogës kur ka qenë shefi shërbimeve sekrete. Ky pranoi, sepse këta i vunë, i thanë, qofse ti i pranon, to kesh ulje dënimi. Qofse si pranon, ne kemi fakte që ti e ke bërë këta dhe këti kishin nxjerrë sa dëshmitar tjerë. Dhe i kanë thënë që në qofse ti deponon për Maduron që dhe ai ka dieni dhe është i përfshirë në kontrabandën e drogës me pjesëmarrjen e shtetit drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti do të kesh ulje të mëdha dënimi. Dhe ky ka dëshmuar që Maduro është i përfshirë. Dhe mbi bazën e këtij deponimi të këtij njeriu të rëndësishëm, kryesisht gjykata ka vendosur dënimin e Maduros. Dhe Trump nuk e quan këtë një operacion rëmbimi, po e quan kapje të një njeriu të dënuar nga gjykata. Dhe kjo është arsyeja pse merrnin pjesë FBI. Dhe ky thot, operacionin nuk e bëri ushtria, thot. Ushtria e realizoi, thot, por ushtrisi kishte kërkuar ndihmë FBI për ta kapur këtë kriminal i cili ishte aratisur dhe nuk kishim mundësi ta dënonim. Ti beson se Maduro është vërtet shkaku për të shqetësuar Amerika për narkoterrorizëm, se e kanë quajtur narkoterrorist? Shiko, që vendet që janë në vështirësi ekonomike, këta që janë të lidhur me të majtën e kanë qef kontrabandat, kjo diskutohet. Nuk po them që Maduro një pjesë të madhe të ekonomisë mbante me kontraband, me mafjen Nuk po them që Maduro është siciliane, me mafjen kalabreze, me mafjen zvicerane. Një sekond, Sako, se nuk po të kundërshtoj. Nuk po them që Maduro është engjëll, nuk po them që Maduro nuk ka bërë kur kontraband droge, po them aty që kanë thënë amerikanët deri dje, 90% e drogës në Amerikë hyn nga Meksika. Nuk hyn nga Meksika. E para, e dyta, prodhuesi më i madh i kokainës është Kolumbia, nuk është Venezuela. Venezuela s'është as e dyta as e treta. Unë nuk e di a prodhon kokainë, po në 3 vendet e para nuk është. Kush? Venezuela. Në 3 vendet e para prodhuesi të kokainës. Transporti, jo produs. Në rregull, si është vend transporti kur Venezuela është këtu, Kolumbia është këtu, Amerika është këtu? Si droga këtej, pastaj kthehet. Mos e llogarit kështu kalimin pastaj ta thash 90% kontraband në vijim më të shkurtër. Po patjetër që është. Më kupton, patjetër që është arsye kjo, sepse nuk ka ndonjë diferencë të madhe nga Venezuela dhe nga Kolumbia, edhe nga ana gjeografike, një diferencë vogël. Ata ka raste që i kanë bërë dhe nga Spanja. E kanë sjellë Spanjë dhe nga Spanja e kanë çuar në Amerikë. Pse? Sepse atje ka qenë mundësia më e madhe për t'i kaluar. Më mirë, dakor, po ku janë provat për këtë? Vetë Amerika, siç ta thash, e pranon që 90% e drogës hyn nga Meksika. Shikotash. Ky presidenti i Meksikës do merret peng? Po do merret patjetër. Do merret peng tek. Jo, presidenti i Meksikës është sionist, shiko. Po të shikosh artën, ja u t'ja japun tash i regjis, vendet në jug perëndim të Amerikës së Jugut janë të gjitha në kontrollin sionist. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, i ke të gjitha ti e ke para të presidentin në Argentinës sa entuziast për pra, po më thua që nuk është droga pra. Jo pra, janë arsye të geopolitikës. Po them edhe unë. Është doktrina Monroe, sa thashë në fillim, që atë zonë duan ta kontrollojnë sionistët dhe sionistët protestantë. Se një muaj më parë, po ky Trump i ka falur 44 vjet në burg ish presidentit Hondurasit.
Po, U dënua me 45 vjet, presidenti Trump ka thënë që dhe e fali. do ta marrim dhe presidentin kolumbian. Bile do ta marrin dhe atë të Meksikës. Jo presidentin, po do marrin politikat e Meksikës si qere mbrapa karrocës Shtetet Bashkuara. Ti e di që është ai plani për të krijuar atë që quhet Amero-dollari. Pra do bashkohet ekonomia Meksik-Kanada. Pas Groenlandës e ka radhën Kanadaja. Shtetet Bashkuara janë ndarë nga NATO evropiane dhe nga Evropa. Sepse kurorës britanike ata kërkojnë të marrin edhe Groenlandën, se Groenlanda ishte nga Danimarka, po Danimarka shumë e lidhur me City of London dhe njëkohësisht i marrësh Kanadan Anglisë, do të thotë që Anglia gjithë atë sistem të qeverisjes ose siç qeverisjes sekrete ose deep state siç e quajnë, pra deep state-i amerikan për një shekulli buronte burimin dhe fuqinë e kishte nga Kanadaja në mënyrë të fshehtë. Domethënë Britania përmjet Kanadas ushtronte presion të madh mbi çështjet politike. Merremi vesh që nuk ka qenë droga arsyeja për marrjen peng të Maduros. Po, edhe droga, po jo kryesorja. 90% e drogës që thash kryesorja ta thashun, është gjeopolitike, largimi i Kinës, që Kina mos ketë burime energjetike, ti ngelet vetëm Rusia. Droga që është në krye të listës që po shkakton probleme më të mëdha në Amerikë është fentanili. Fentanili as prodhohet, as trafikohet nga Venezuela. Nuk e ka thënë kurrë paktën SBA-ja që Venezuela merret me trafik fentanili nga Kina dhe nga Meksika. Domethënë e prodhojnë në Kinë dhe shpërndajnë nga Meksika. Pikërisht. Dhe nga Kanada. Doli dhe tha, s'ka lidhje me naftën kjo, s'kemi nevojë për naftën e këtyre, ne kemi naftën tonë. Po, kështu tha, po. Nesër më tha, do na japi këta naftë neve, do marrim neve 30 deri në 50 milion fuqi, do t'i shesim ne, e do vendosë unë si president i Amerikës se si do përdoren ato. Plusja, po i të përshtypje. Qëllimi është të ulin çmimin e naftës, sepse Amerika i tekalon ato nevojat e veta për naftë dhe pjesën tjetër do që ta ul në tregjet ndërkombëtare me qëllim që të dëmtoj Rusinë, e cila një pjesë madhe të ekonomisë saj të luftës e bazon ke shitja e naftës dhe duke ulur në tregjet ndërkombëtare çmimi i naftës, do detyrojë dhe Rusia ta ulë dhe të paksoj të ardhurat e saj dhe kontributin. Po nëse fillon lufta në Iran, çmimi nuk do ulet. Do rritet. Dhe ti vetë the që ka rrezik të filloj lufta në Iran. Ka raporte të agjencive të ndryshme që flasin për evakuim të stafeve diplomatike. Nga Libani, nga Izraeli dhe nga Irani. Po. Pra, mund të jetë çështje orësh, ndoshta, Turqia, jo ditësh. Shërbimi Meku. Domethënë këta që janë të djathtët ose mbretërorët Meku që është duke neve i Iranit. CIA, Mossadi, MI6, të gjitha janë të përfshira në këto rebelimet që kanë filluar të ndodhin në Iran. Turqia mendon që do përfitojë në një pjesë nga territoret iraniane për ta marrë në kontroll, por në fakt unë mendoj që shumë shpejt radha do t'i vijë Turqi, sepse nëpërmjet kurdëve kjo gjë që po ndodh sot në Iran me rebelimet do t'i ndodh Turqisë nëpërmjet kurdëve dhe duke u hapur Turqia si e parashikon Iranin, pastaj flasim edhe për Turqinë. Do të rrëzohet regjimi në Iran? Do të ketë luftë civile, do të ketë luftë nxehtë Izrael-Iran, do të ndërhyjë SBA? Unë mendoj që do ndodha që ka thënë dikur Albert Pikeja. Që? Në vitet 1878, ai dërgonte një letër Giuseppe Mazinit. Albert Pikeja ishte kreu i masonerisë në Amerikë. Giuseppe Mazini ishte kreu i masonerisë evropiane, i caktuar nga Rothschildët, dhe ishte revolucionar italian. Ishte ai që ka bërë shumë akte terroriste, ka vrarë edhe gruan e perandorit austro-hungares, Fifin, dhe ky ish kruante, i theshte, ne kemi vendosur të bëjmë 3 luftra botërore. Në luftën e parë do shkatrojmë gjitha perandorit tradicionale që janë kundër nesh, siç është perandoria osmane, siç është perandoria Habsburge, siç është perandoria Romanov, siç është Hohenzollern ose Hohenstaufen
dhe më përpara kishin shkatruar dhe perandorinë franceze me revolucionin borgjes francez. Këta do ta vazhdojmë, tha, dhe kjo do mbyllet me luftën e parë botërore. Mbas luftës së parë botërore, ne do të krijojmë dy shtete të fuqishme mbi dy ideologji kundërshtare. Njëra do quhet nazizëm dhe do ta vendosim në Gjermani, dhe tjetra quhet komunizëm, do ta vendosim në Rusi, pasi t'i zhdukim to dinastit. Nga konflikti këtyre të dyave, sionizmit dhe komunizmit, nazizmit dhe komunizmit, do të lindë një ideologji tjetër, të cilat do shkatrohen këto të dyja, do të lindë një ideologji tjetër që quhet sionizëm, i cili do të jetë armiku i Islamit. Dhe luftën e tretë botërore do ta zhvillojmë midis këtyre të trejave, këtyre të dyave, sionizmit dhe Islamit. Dhe në fund, thot ai, kjo ka lidhje me pyetjen që më bëre, ne do t'i shkatrojmë të dyja këto, thot, edhe sionistët, edhe Islamin, dhe do t'i zhdukim fet, dhe do t'a kalojmë botën në terror. Dhe kur njerëzit nga gërmadhat të kërkojnë rend, paqe dhe drejtësi, ata do të mund t'ja u afrojmë ne. Por ky rend dhe kjo paqe ka një çmim, dhe çmimi është kontrolli. Ata duhet të kuptojnë që Zoti ynë Luciferi është Zoti që tashmë ka vendosur sundimin e vet mbi tokë, dhe nuk është Jakveku apo Zoti apo Allahu që ata kanë besuar në për periudha të gjata në epoka të ndryshme. Pra, unë mendoj që një nga opsionet është ky që do shkatrohen të dyja nga kjo luftë e gjatë, nuk them për tash i shpejt, do shkatrohet dhe sionizmi dhe Islami, domethënë Arabia Saudite, Turqia, muslimane. Dakor, po Islami është diçka shumë e madhe se sa Irani. Unë them në këtë përplasje të drejtë për drejtë, Iran-Izrael. Po them në plan afatgjat, nuk po them sot. Irani, Palestina, Libani, Libia, të gjitha do përplasen me Izraelin në një luftë afatgjat, 5 vjeçare, 6 vjeçare, 7 vjeçare deri në vitin 33. Dhe mund të shkatrohen të dyja, edhe Izraeli, edhe këto në qoftë se këta e kanë këtë gjë në plan. Izraeli sigurisht ka një fuqi të madhe se është armë bërtha, ka armë bërthamore, është fuqi ushtarake me armë bërthamore, ka mbi 300 koka bërthamore dhe testata lëshimi për secilën prej tyre në distanca mbi 10.000 kilometra që mund të arrijnë në çdo pikë të planetit, në qoftë se i lëshojnë. Pra, ne jemi në, domethënë, lufta e tretë botërore në fakt ka filluar, por edhe për mua ka filluar. Ne do ta kuptojmë kur Amerika të marrë Groenlandën shumë shpejt me forcë dhe të dalë nga NATO-ja dhe Evropa të hyjë në konflikt me Amerikën. Ministri i mbrojtjes të Britanisë deklaroi që strukturat e vjetra po prishen, miqtë e djeshëm janë bërë armiq të sotëm. Ne duhet të rivendosim fuqinë dhe supremacinë tonë që na lanë të parët tanë trashëgim, gjyshit tanë dhe stërgjyshit tanë. Nuk duhet të lejojmë që statusi Britanisë të bjerë nga kjo trashëgimi, dhe për këtë kërkohet gjak dhe shumë mund dhe djers dhe dhunë. Tha ministri i mbrojtjes, këto si them unë, se tonë njerëzit do ç'a flet ky, ç'a thot ky. Se nuk i ndjekin lajmet, nuk ashtu, dhe edhe kur ju themin në ndonjë gjë, nuk pranojnë të mësojnë. Gjithë ditën rinë shikojnë këto emisionet e argëtimit. Dhe Kina mund të fillojë luftën me Tajvanin, me Japoninë, e cila e ka kërcënuar Japonia që në qoftë se futesh në Tajvan ke punë me mua. Ka vendosur në disa ishuj që janë rreth 200 milje larg Tajvanit, që janë në kontrollin e Japonisë. Ka vendosur raketa me rrezet të gjatë dhe të mesme veprimi për të goditur anijet luftarake kineze në qoftë se ato do të angazhohen në luftë. Kina kërkon të bëhet kontrolluesja e madhe e oqeanit paqësor poshtë detit të Kinës jugore. Kina ka vetëm një dalje në oqean, ka vetëm oqeanin paqësor, Rusia ka vetëm oqeanin e ngrirë të veriut, në veri,
Kurse Shtetet e Bashkuara kanë fatin që janë në mes të dy oqeaneve dhe që të bësh superfuqi e parë e botës, duhet që të kontrollosh rrugët detare dhe rrugët e oqeaneve dhe këta më së shumti e realizojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mbi 800 baza mendoj që ajrore dhe detare nëpër botë. Sot një nga politikanët më në zet të Austrisë ka deklaruar që në rast se Amerika pushton Groenlandën, atëherë ne duhet i kapim të gjitha bazat, nga Avianjoja e deri në veri, nga Lindja në perëndim, nga Franca edhe deri në Poloni dhe në Bullgari, ne duhet t'i kapim dhe t'i marrim bazat ushtarake dhe Shtetet e Bashkuara pa këto baza nuk do t'jenë me ajo superfuqi që do të thonë do hyjnë luftë, do hyjnë Austria në luftë, po sa kohë kanë Shtetet e Bashkuara nuk i lëshojnë bazat. Po, pse do rezistojnë të luftojnë ato brenda Evropës me Evropën? Po unë them që zguxon Evropa të shpall luftë Amerikës. Mirë, kjo është një shprehje e këtij, unë po them. Për shembull, vendi që SBA ka më shumë baza në Europë, ka përshtypje që është Italia. Imagjinon ti italianët të ngrihen të luftojnë për të rimarr bazat? Nuk e di se ç'a mund ndodh, po çdo gjë mund ndodh. Nuk është italianët populli, ato do t'i marrë ushtria NATO-s evropiane. Do t'i jap ultimatum Shtetet e Bashkuara. Po s'ka ushtri e Europa, s'ka as trupa, s'ka as teknologji, hiq Britaninë, hiq dhe Francën që ka armë bërthamore, po që nuk mund t'i përdori dot në Europë. Ato që janë, 70.000 ka Amerika ushtar në të përhapur në të gjithë Evropën. 70.000 ushtar. Ti bindu që NATO do prishet? Ti bindu që NATO do prishet? Unë them që NATO do prishet. Putini është në aleancë me Trumpin, ashtu si që ka qenë Abraham Lincoln me Nikolën e parë në kohën e luftës civile kur në mirë kuptim do thoja unë, jo në aleancë. Unë e shikoj kështu. Unë po them që po ndajnë sferat e influencës. Po pra, mirë kuptim për territore. Ti meru me Amerikën Latine, më lërë mua gjysmën e Europës, gjysmën e Afrikës, se më duhet edhe mua ca mineralet rradhës, të duhen vetëm ty. Rusia ka kapur një pjesë të brezit të dytë poshtë Saharas. Janë një grup vendesh, Burkina Faso, Nigeri, janë një grup. Edhe Kina shumë e fuqishme në Afrikë. Edhe Kina, por Kina do të largohet nga të gjitha këto territore dhe do të mbaj vetëm zonën e Oqeanisë, do kontrolloj. Japonia do ketë një lloj. Do ta largojë Amerika me luftë, me paqe, se besoj se me marrëveshje do bëhen këto. Jo me luftë proxy, luftë me prokur? Kina do të kontrollojë, po do ketë luftra të vogla të kontrolluara dhe që do të prodhojnë këto rezultate, sepse ka shumë lidera shtetesh të cilët nuk i kontrollon dot Illuminati ose Kill Illuminati dhe këta do të mposhten me dhunë. Kurse këta kryesorët, aktorët kryesorë dhe që kanë spektrin e fuqisë në rajone të veçanta, siç është Kina, Rusia, Shtetet e Bashkuara, këta janë aktorë që e kanë marrë urdhrin nga regjizori, ti do bësh këtë, do kontrollosh këtë, ti do bësh këtë, do kontrollosh këtë, dhe burimet financiare ekzistojnë që këto të krijojnë dhe të kenë superioritet ushtarak dhe ekonomik që të nështrojnë të gjitha ata që do t'ju kundërvijen dhe këta që do kundërvijen këtij plani të kontrollit të botës nga 3 superfuqi do të eliminohen. Çka do mbjetoj BE-ja? Ta bëj këtë pyetje sepse Trumpi nuk e ka fshehur kurrë antipatinë e vet për BE-n, ka thënë hapur që nuk e pëlqen si organizat, dhe partnerësitë e tij për NATO gjithashtu janë të njohura, ndërkohë që shohim që po kalon nga një politik kolektiviste ndaj BE-s në një politik me shtete individuale, pra po shfaq raport më të ngushtë me Orbanin, me Polakun, pavarësisht se Tusku nuk është në krahun e tij politik, dhe me Melonin, pra duket sikur po i thot BE-s edhe NATO-s që këto tutje marrëdhënie do jenë bilaterale. Po me shteteve, jo marrëdhënie kolektive 25-27. Kjo ka disa arsye që ndodh. Trumpi duke i mbajtur këta afër, i mban sepse këta kanë ndjekur politika. Meloni konsiderohet si politikane e djathtë me partinë e vet. Dhe Trumpi sigurisht që si konservator që është, si republikan, do përpiqet që të largojë gjithë aktorët e vjetër
të së majtës që kanë qeverisur Evropën këto 15 vjetët e fundit, sidomos, dhe këta e justifikon me këta që këta janë konservator dhe janë mendje hapur dhe nuk ju binden politikave të verbra. Tjepe si foli Trumpi kur foli për këta homoseksualet, përmendi kështu me zhargon. Filloj të imiton të kështu, kur do më thënë si flasin ata me zëtoll, edhe theshtë unë nuk jam dakord me ata tha që kërkojnë privilegje, tha, duam privilegje, po i theshtë ato. Edhe Orbani ka ndjekur politikat cilat Vensi shpalli që në vizitën e parë. Po, Orbani mund thuhet me gojën plot që është kryeministri më trumpist në Europë. Po edhe në imigracion është shumë i rrept. Po. Kufizimin e agjendës LGBT, janë të rrep kritik ndaj luftës në Poloni, në Ukrainë. E quajti të justifikuar luftën të provokuar Rusin në veprimet e saj, ndryshe nga demagogjia që përdornin këta kabalistët me në krye Bidenin, që theshin që ishte një akt i papër. Çfarë e pret Shqipërinë nëse prishet NATO dhe BE-ja? Çfarë i mbetet Shqipërisë të bëjë? Shikon, nëse Shtetet e Bashkuara largohen nga Ballkani, sigurisht ky është një lajm i keq për Shqipërinë, sepse unë nuk besoj që do të ikë baza nga bondstilli, as në Kuçov nuk do ikin amerikanët, por NATO do pushoj se ekzistori, mendoj unë. Prandaj thashë që do të ketë marrëdhënie bilaterale Amerika këtej tutje. Po që se Evropa, BE-ja do të hyjë në luftë, jo vetëm të nxehtë, po dhe luftë ekonomike, tregtare me Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara do t'u bjerë ndikimi, sepse ata nuk do ta lejojnë që të ketë ndikim në Ballkan. Do të ketë një luftë të ashpër mes nëse do ketë luftë të nxehtë për kontrollin e Ballkanit. Kurse nëse do ketë luftë të nxehtë mes Evropës, që s'është çudi, dhe Shtetet e Bashkuara, sidomos në momentin që Trumpi do të shpreh atë dëshirën e vet nga fundi i mandatit, ndoshta nga fundi i vitit të tretë, të marrë Kanadan, pasi ta izoloi, ky kryeministri që pasoi Trudeau në Kanada, Bernier. Jo Bernier. Carney. Ky është shumë i thekur mbas City of London, ka qenë guvernatori i Kanadas, ka qenë guvernatori i Bankës Qendrore të Anglisë, ka qenë një nga artuesit kryesor të agjendave jeshile në OKB, ku propagandoheshin mbyllja e hidrocentrale e këtyre termocentraleve. Njeriu i BlackRock, edhe i Davos. Njeri shumë i rëndësishëm, po kështu ka qenë edhe kjo zënës kryeministre, e cila dha dorëheqjen dhe të gjithë mendonin se si mund të jap dorëheqje njeri kaq e dashur për figurë kaq e dashur për kabalën, si ka mundësi që në këtë karnein dha dorëheqje. Ajo caktua si këshilltarja kryesore Zelenskit për politikat e tij të jashtme, pra një njeri i besuar i kabalës, ju caktua një njeriu të besuar tjetër që është në luftë në Rusinë. Se më përmendë Zelenskin, e morave që ka thënë këto thakma këto 2 ditë e fundit, është bërë simpatik shumë Zelenski. Çka ka thënë? Dje ka thënë që politika është shumë dinamike dhe ka lajme pafund. Po Zelenski është personazh gallat. Dje ka thënë që Zelenski është ky miku i Ramës apo jo që e thirrin në Tiranë kështu apo Velia që i ka premtuar që do t'i bëjë shkollat në Kiev, do rindërtoj Veliaj sapo dali nga burgu. Veliaj. Zelenski ka thënë çakëllira janë këta. Ka thënë që unë e kuptoj që SBA nuk është dakord, nuk na shikon në NATO, po çdo gjë në këtë jetë është e përkohshme. Politikanët ndrojnë mendim, politikanët ikin, zëvendësohen nga të tjerë ose vdesin. Kupton tani Zelenski i bën presion Trumpit që ti mund të vdesësh. Po, e para kjo dhe e dyta. Nga Zoti ose mund të vrasim dhe neve me Po, dhe e dyta që të nesërmen që është marrë Maduro nga SBA-ja, ka thënë tani SBA-ja duhet bëjt një të një gjë me Kadirovin. Duhet të shkoj në Çeçeni të marrë Kadirovin. Edhe Kadirovi ka dalë ka thënë ora ti palaço, po ti pse skërconon vetë? Ti e burr, hajde më merr ti. Pse i kërkon të tretëve ti të më marrin mua? Kurse Medvedevi i tha Trumpit tashi mbasi more atë, duhet të marrësh dhe këtë
Mersin e tha në Gjermani, tha, sepse është i çmendur. Po se nëse ti ka mbaruar mandati, duhet t'i në luftë. A kthehemi pak te Shqipëria më sepse më shkriu kjo Partia Demokratike me të gjithë personazhet e vet spikatur në rrjetet sociale, të gjithë duke brohëritur për arrestimin e Maduros, e duke thënë por Maduro kur do arrestohet. Po. Ndërkohë thonë që ka një ftesë Rama për t'u paraqitur si njeri që ka dieni për ngjarjen në një hetim që po kryet në SBA. Thuhet që do të udhtohet për në SBA në datën 20 janar. Do na kthehet vallë thua apo nuk do na kthehet? Unë them që do kthehet. Këta të Partisë Demokratike në përgjithësi këtu do më thënë quhen opozitar ose të djathtë, me qenë se majta është në pushtet, Partia Socialiste, por këta nuk mund të quhen trumpistë, sepse këta në shumicën e agjendave që kanë ndjekur Trumpi, këta nuk i kanë mbështetur. Tash këta mbështesin këtë rrëmbimin e Maduros për shkak se shumica e vendeve të kabalës nuk guxuan ta kundërshtonin. E kundërshtuan vetëm Kina, Rusia, formalisht e kanë kundërshtuar pothuajse të gjithë. Jo, Britania aspektet e drejtës ndërkombëtare e kanë cituar të gjithë. Ne nuk kemi marrë pjesë në operacion, thanë britanikët kaq, por nuk thanë as e përshëndesim asgjë. Kryeministri Starmer. Merci doli kundër. Por reagimi ka qenë i ftohtë, kanë theksuar vetëm aspektin juridik. Po asnjë nuk ka thënë që nuk ka drejtë ta bëjë Amerika, nuk ka drejtë. Ditën tjetër që bëri Trumpi këtë duke shkelur rregullat ndërkombëtare, siç pretendojnë kundërshtarët e këtij rrëmbimi, dhe ka diskutime të mëdha në lidhje me këtë, nëse a shkelur rregullat apo Trumpi ka drejt mbi bazën e atij vendimi të gjykatës mbi rregullat ndërkombëtare. Unë se di këtë vendim gjykatës do ta kërkoj. Po, është vendimi gjykatës, po atë, për atë thotë arrestuam të zbatuam vendimin e gjykatës. Për ta gjykuar. Jo, është e kanë thënë përpara dënuar. Okej. Është i dënuar nga gjykata, ai është caktuar dhe burgu ku do ri, ai është në burg, nuk është i parandaluar. Jo, unë e di që është në paraburgim dhe ka dalë përpara gjykatës. Ka bërë deklarimin e parë, ka thënë jam i pafajshëm, jam i burgosur politik edhe do të filloj procesi. Ai është i dënuar. Ka një padim për 15 faqe. Nuk e di tash çfarë procedura do ndjekin, meqenëse dhe do të dish në këtë padim për 15 faqe nuk flitet fare për kartelin e diellit, nuk ekziston fare. Do të thënë kartelin e diellit ja kanë dhënë popullatës ta përtyp si çmçakis me mediat, po. Okej, vazhdo. Dhe Partia Demokratike, me qenë se këto shtetet e kabalës ku bazohet shumë Berisha dhe i ndjek shumë gjithë agjendat e tyre, për shembull nuk ka dalë kundër LGTB-s. Nuk ka dalë kundër abortit. Sa po e verifikuan, nuk është dënuar ndonjëherë Maduro. Vazhdim. Është i dyshuar, po jo i dënuar. Nuk ka pasur proces ndaj tij. Vazhdojmë pa problem. Po pse u arrestuaj? Si u arrestuaj? Sepse ka një akuzë ndaj tij. Po akuza mund të kesh edhe ti dhe unë. Kjo do të thotë që duhet na rrëmbejnë. Jo, po kur i ke Amerika, Amerika të rrëmbejnë. Ja, nuk shiko, por ne prandaj thamë që drejta është në Amerikë, po jo të vinë të rrëmbejnë këtu. Ai ta bën gjyqin në mungesë, ti mund mos jesh, ke bërë një krim i dyshuar. Jo, po pse Noriega si ja bën? Nuk e di, se mbaj më të mirë tash se duhet ta tetojmë ti. Edhe pushtuan Panaman vile. Ynë dhe morën, po kishte akuzë, jo dënim. Kishte kërkesë për arrestimin e tij nga gjykata. Dhe po pra, edhe për këtë ka pasur. Pra ky është marrë me vendim gjykate, jo me vendim politik të Trumpit. Me vendim gjykate. Vendim gjykate për arrest, jo për dënim, jo për të vojtur. Për arrest. Okay. Po unë e di që atë që të tregova atë historinë që dëshmitari kryesor. Po atë e di. Dhe pritet që ai të dalë në gjyq tani në New York. Po. Dhe Partia Demokratike për shembull nuk i ka dalë në krah për shumë vendime pozitive që ka marrë qeveria. Ja këto të tre ditëve të fundit. Po janë këto. Për vaksinat e për ushqimin e për vaksinat nuk dojen me detyrim, shullu numri vaksinave janë hequr nga 72. 11. Po, janë lënë 10-11. Dhe nuk do të merren disa herë vaksinat, po do të merren vetëm një herë, nuk do ketë vaksina multipolare, do të ketë vetëm multiple. Të shukfishta. Ose multivalente. Polivalente.
do të jetë vetëm për një qëllim dhe mbi të gjitha nuk do të ketë metalet e rënda si mërkuri, alumini dhe metalet tjera, të cilat i futin në vaksinë për t'i mbajtur Big Pharma njerëzit e smurë me Alzheimer, me demencë, me smundje Doktori si mjek që është duhet ishte i pari, doktori si po kush si mjek në profesion. Jo, Berisha. Tritan Budallashev. Berisha, pse nuk i di Berisha këtë? Po dhe Berisha, këta nuk kanë dalë të vetëm këtu e përkrajnë Amerikën ata se kanë iluzione se në qoftë se do ta kërkojnë këta, atëre Rama do të rëmbet. Sigurisht, Berisha ka luajtur një rol nëpërmjet atij këshilltarit për çështjet zgjedhore që kishte këtu të Trumpit, si quhesh ai se harrova. Lacivita ka punuar në fakt për këtë çështje, po sigurisht jo në interesin e Berishës, por në interesin e Shtetet Bashkuara. Dihet që perandorit janë grabitçare dhe kërkojnë aty ku ka lek t'i rëmbejnë duke u justifikuar me veprime ligjore. Këtu para s'ka se e kanë mendohet që në Shqipëri mund të merren nga krimi dhe korrupsioni mund të grumbullohen mbi $100 miliard dhe unë kam thënë me kohë që spaku që do të duket si kur do vendos drejtësi në Shqipëri, në fakt do krijojë një fukarallëk shumë të madh, se nëse do shkatrohen këta oligarkët ku janë punësuar shumë shqiptar, atëre do të ngelen shumë të papunë, do të bjerë niveli jetesë në Shqipëri dhe nëse ka një numër X njerëzish që ikin mesatarisht në vit, do të ketë X plus Y, ku Y është një numër pozitiv, jo negativ. Pra, do të ketë një rritje të numrit të emigrantëve dhe një rritje të numrit të emigrantëve tuaj që do të hyjnë në Shqipëri, kryesisht ata me ngjyrë që do popullojnë vendin tonë dhe do realizojnë atë që Kabala e ka ende. Jemi në 10 minutën e fundit. Jemi në 10 minutën e fundit. Dua që të merren me këto 10 minuta me këtë takimin që ka bërë sot Berisha me kryetarët e partive opozitare dhe përfaqësues nga shoqëria civile. Duhet theksuar që disa parti nuk kanë marrë pjesë. Pra mundësia Shqipëria bëhet lëvizja bashk nuk kanë marrë pjesë, e kanë refuzuar ftesën e Berishës dhe gjithashtu ka dhe aktorë të tjerë që e kanë refuzuar ftesën. Si e shikon këtë takimin e sotshëm? Kjo është një Berisha si një ujk i vjetër për kur e ndjen erën e pushtetit si peshkaqeni erën e gjakut. Përpiqet të krijojë organizime adekuate të përshtatshme për të qenë të gatshëm si informacion luftimi për të marrë pushtetin në rast se krijohen kushtet. Ai mendon se Rama mund të marrë një goditje prej njerëzve të Lacivitës dhe ngarkuara me punë këtu që ka ardhur në ambasadën amerikane, është e dërguar në influencën e Lacivitës prej Trumpit dhe ekipet e CIA në ambasadën amerikane në Shqipëri merren me studimin se sa lek mund të mbledhin me korrjeshirjen amerikanët tu në Shqipëri dhe janë duke parë argumentimet ligjore se si mund t'i bëjnë duke u kopsitur të gjithëve dosjet për t'i kërcënuar dhe për t'i marrë lekët. Dhe Berisha kujton se ka ardhur ora e tij për të rizgjedhur në krye të shtetit shqiptar. Po unë mendoj që Berisha nuk është më një preferuar për të vazhduar politikën. E vetmja mënyrë që Berisha mund të kontrollojë në një farë mënyrë politikën e ardhshme shqiptare është të vendosë berishan njerëz të tij në krye të politikës dhe nëpërmjet tyre të përpiqet të krijojë atë polin e fuqishëm të opozitës për të grumbulluar gjithë të tjerët, por që të ndodhë kjo është e vështirë dhe nga brenda dhe ka shumë faktorë që ndikojnë. Ti the që nuk ka marrë pjesë kjo partia e Lapaj që mund ta quajmë parlamentare këtë apo është ajo parlamentare sepse ka një deputet. Jo. Sigur e mori ai, më duket apo ky. Jo, Lapaj e ka. Lapaj e ka. Lapaj është
një njeri që ka qenë pranë fondacionit Soros, dhe është një njeri që nuk ka treguar asnjëherë vlera konservatore në qëndrimet e tij, në programet e tij. Është demagog që flet shumë lololo dhe nuk do me përpiqet të bëj shefin të gjithëve pa bërë premtime konkrete. Nuk më duket që është serioz dhe i pjekur, por ka ustallar që udhëzojnë se si të veproj dhe të rezistoj dhe të punoj. Unë mendoj që këta po përpiqen, Kabala, Sorosi po përpiqet të kapin dy partit politike, sepse ata luftojnë të marrin të dyja dhe pozitën dhe opozitën, siç u përpoqën me Lulin, po Berisha nuk ja u la. Dhe ata po përpiqen, unë mendoj që kam pasur një taktike që të vendosnin Lea Ypin, se ndoshta e ndjejnë që Rama është duke u larguar nëpërmjet SPAK-ut dhe dosjeve të amerikanëve dhe ndikimit tyre mbi SPAK-un. Dhe ata nxituan dhe sollën një profesore marksizme, është patriotja ime, është nga një fis i mirë, me cilin ne kemi pasur dhe krushim me Ypët, por e vërteta qëndron mbi të gjitha, e vërteta që mendoj unë. Ajo nuk e fsheh simpatin për Marksin. Ajo vjen nga shkolla që ka bërë dhe Sorosi, London School of Economics and Political Science, e krijuar nga Beatrice dhe Sidney Webb, dy miqtë, dy kushurin të familjes mbretërore Windsor. Këta krijuan komunizmin, këta ngritën social-demokracinë që me Bakuninin në vitet 1882, e këte aty brenda kanë qenë njerëz të tmerrshëm si Aldous Huxley, si ka qenë dhe ky Orwelli, Blairi, se Orwelli e ka mbi emrin Blair, Orwelli ka pseudonim, James Orwelli, i cili ja unëzori planet. Këta kishin ndërmend që këtë agjendën 2030 e realizonin me 1984. Prandaj ai shkrojti vitit 84 që foli për vllajën e madh, për shtetin e kontrollit total. Për shtetin distopian. Edhe super shtete në fakt janë ato. Distopian botëror. Shtete me shtrirje jashtëzakonisht. Nuk mbështeten ata këtu. Ai ka studiuar. Jo, shtetet e përfituara në Romania në super shtete janë kontinente praktikisht. Po. Dhe Orwelli ka lënë edhe vepra të tjera, por MI6 pas vdekjes së tij i rëmbevi kasafortën gruas vet dhe ja ka marrë libra të pabotuar, po thua. Po, ka dhe libra të pabotuar Orwelli. Dhe më ike nga Shqipëria. Janë edhe të tjerë. Tashi pse e dërguan këta Lea Ypin, mendoj unë. Minutat e fundit. Po, Lea Ypin e dërguan për të bërë presidente, por që të bëhesh presidente, se këta duan ndryshojnë kushtetutën, që të kam thënë do kandidoj unë për president, që të gjitha këto agenda të këtyre negative kundrejt shqiptarëve të përpiqemi sa kemi mundësi t'i frenojmë, dhe unë do t'jem president i popullit, nuk do më propozoj as Berisha, as Rama, as pozita, as opozita, unë do dal nga populli. Si do t'jen rrugët, do t'i shikojmë, do t'i studiojmë rrugët ligjore për të vënë kandidaturë. Se këta do vënë pengesat mëdha që mos ketë mundësi kollaj të dalë dikush. Dhe pasi kjo të bënte një tranzicion të kohën që do largohesh e Rama, mund t'ja jepnin partisë sionistët, Partinë Socialiste. Me sa e kuptoj unë, duan t'ja japin kësaj ministres së jashtme, Spiropalit, e cila është me origjinë gjuish nga fshati Çoraj, janë gjuish ortodoks ata, në ndryshim nga Ftera që janë gjuish muslimane, kam thënë dhe njëra dyert tjetër, dhe do kalojnë në opozit, kurse grupi i bashkuar, pasaj, mbas kësaj qeverisje së Lea Ypit, që do përpiqet të favorizojë sorosianët ke opozita, siç janë ky Qori, ky Adriatik Lapaj, ose politikanë që janë pak naiv, jo të Sorosit, por si kjo mundësia, po të shikosh për shembull Gerald Capri dalin në mbështetje të Izraelit. Gerald Capri u bë antar i fondacionit Miq të Izraelit, Aleat të Izraelit. Po, pra, shiko,
kur je në politik, nuk është mirë të kundërvihesh Izraelit, siç bëjmë ne për shembull kur themi të vërtetën, që mendojmë se ne nuk kemi kundër askujt, ne themi të vërtetën. Por nuk mund të thuhet në politik disa të vërteta që dëmtojnë vendin tënd. Më kupton, ka një diferencë midis analistëve dhe politikanëve. Unë s'tem që ai të dalë dhe të flasë kundër Izraelit, kupton? Por jo të dalë pro-Izraelit kur Izraeli po bën një genocid të madh dhe po shfaros atje është hipokrizie e madhe ose është postërti. Janë 5 deputetë të PD-s në atë grup. Ose janë naiv dhe budallënj dhe nuk dinë se çfarë ndodh, ose janë interesaxhin që bro rasin pas beri ajt për të bërë karrierë. Kjo është e turpshme që nga Shqipëria dalin fytyra të këtilla në media ndërkombëtare. Lea Ypi iku dhe u largua, po më vinte për të qeshur se si e frynin kaq shumë këta disa gazetare morën në pyetje, ti 5 gjuhë tuaja, po çfarë se ti 5 gjuhë, edhe 50 po di, edhe e di kush dim shumë gjuhë nga tëra. Di kjo ChatGPT-a. Hajde vëm ChatGPT në bëjmë, di shumë gjuhë tuaja ChatGPT. Diellën e bën ministre. Diellën e bën ministra. Mund ta bëjmë edhe një tjetër kryeminist. Diellën shikosh ajrin këto kompanitë e biznesit me logjikën e ftohtë kur t'ia nxjerr tatime, taksa, do t'i kthyen në mes që të mallkojnë veten që janë marrë me biznes. Dhe po ta shikonje këtë Lea Ypin se ndoqja dy herë shumë. Kjo ka bër 2 fakultete. Ka bër është pedagoge, ka bër doktoratura, ka bër libra, pedagoge në atje në LSE, ka për libra, ka mësuar 5 gjuhë tuaja. Ma po sa vjeç është kjo? 170 vjeç është kjo që i ka bërë gjithë këto? Apo mos ka ndonjë gjë i ka bërë, po me çfarë vlerë i ka bërë? Se për shembull librin e saj mos ka ndonjë mikrochip që ja kanë futur këta të Elon Muskut. Jo, librin e saj unë e kam lexuar, nuk e di a ke lexuar atë të lirë. Po s'kam kohë të lexoj librat e 25 vjeçare. Unë lexova sepse të gjithë njerëzit që takoja më thoshin Lea Ypi, hajde më ta marrim ta lexojmë. Çfarë ishte ky libër? Ajo është një atë deklaratën që bëri, sikur ja kishte bërë Rama një lloj. Laçidhet, baltaqidhet, e kishte bërë laç kjo. Do të të shpreh te këtyre fabianistëve, trushpëlarë, llafe gjatë, mendje bosh, demagogjik, propagandistik, budallënj, interesaxhin, materialist me shpirt zero. Lea është majtiste e thekur. Çfarë është kjo Lea Ypi më një llafe bosh? Shumë më majtiste se sa Rama, se Rama është vetëm në retorik majtist, por në praktikë është fashist. E ka lidhur ekonominë me 10 vet gjithsej. Po ta kisha fjalën për librin, e mora dhe e lexova dhe e para njëherë kuptova që ishte një libër pa një gjini të caktuar. S'kishe çfarë të bëjë ndonjë gjë më të mirë më kaçi që lexove të librin. Po e mos është keq edhe të lexosh ndonjëherë, edhe në një gjë që mund mos të pëlqej. Po zgjidhi gjëra. Problemi i parë ishte që zgjidhi gjëra që lexoj. Ishte gjini. Për atje lexoj dhe thoje, po lexoj letërsi artistike, pra thrillin, apo po lexoj kujtime. Ngatrohej kujtimet e saj me trillimin. Po çfarë është ky libër? Cili ishte ky libër? Me Demek jeta e saj në Durrës në fund viteve 80. Çfarë është kjo? Ka bërë ndonjë shpikje të madhe që ka bërë jetën e saj. Më mirë. Ore, mund të bësh një libër, mua më kujtoi vazhdimisht Kadareja me kronikë duke lexuar. I bëri Casanova kujtimet kur para se të vdiste, ishte 78 vjet, kishte udhëtuar 70 kilometra në ditë në epokën e Kalit, kur ishin udhëtimet me Kal, kishte parë gjithë Evropën. Ishte fjetur me më shumë se 1000 gra. E kishin pritur gjithë krerët e masonerisë botërore, e kishin pritur gjithë personalitetet më të larta botërore. Ishte një nga dashnorët më të mëdhenj të gjitha kohërave dhe më suksesshmi, ishte një nga kumarxhinjt më të mëdhenj në diskutimet me këtë Jean-Jacques Rousseau, ndiheshe se unë i kam botuar 4 vëllime nga 6 që ka, do t'i botoj dhe 2 tjerat, të ati Jean-Jacques Rousseau duke nxënës para Casanovës kur ulesh në diskutime me të, sepse ishte një mendje gjenale, një njeri që aratis nga burgu Pjombi i Venecias në një mënyrë spektakolare që dhe sot kur shkojnë njerëzve duket do me thënë fiction, jo një diçka e vërtet. Edhe shkrojti kur ishte 75 vjetë, shkrojti kujtimet e tij me një modesti, me gjuhë shumë të thjeshtë.
këto përdorin në 2 fjali, 40 fjalë tuaja, i zgjatin, i stërzgjatin, se duan të fshin ignorancën e tyre mbas fjalive të stërolluara, kur njeriu i ditur shkruan shumë thjesht. Kjo është më keq, sepse kjo mundohet ta paraqes Shqipërinë e viteve 80, që unë dhe ti e kemi përjetuar, që e dim që ka qenë një mizerabilitet, një varfëri, një zhvetënim moral, njerëzit spiononin për një çap buk, komshiun apo vllajën apo motrën. Sipas Lea Ypit ka qenë një vend shumë interesant, shumë i këndshëm, ku ishte qejf të jetoje, ku mund të ishte fëmijë i lumtur, jo s'ekziston talloni në librin e Lea Ypit. Jo. Fëmijëria e saj ka qenë jashtëzakonisht interesante. Mos i pëlqente në atë kohë jetën ajo se ishin njerëzit shumë seksi. Jo më e pëlqen sot që ka studiuar marksizëm, sot pëlqen. Prandaj pra pikërisht apo ato që ka bërë Shqipëria këtu. Po janë këta pra nga globalistët. Është apologjete, është nga këta që sheqerosin. Po pse iku Lea Ypi? Se unë be analizat e mia. Po do vi prapë. Jo, ajo tha Llaçi që përpiqu ta kuptosh se çfarë thot atje. Le Brecako se po e morin telefon. Alex Sorosi e meriton në këtë drejtim. Po i tha Alex Sorosi shkon në Shqipëri, siç erdhi Endri Shabani nga fakulteti dhe u bë kryetar partie këtu, do vi dhe Lea. Mirë, po deri tash kjo tokë minuta e fundit është në kontrollin amerikanëve. Ti e di çfarë tha këtu Hillary Clinton, e tha 2-3 herë në parlament, 300 vjet do jeni me ne. Pra ka një marrëveshje të fshehtë, se nuk e thot kota 300 vjet. U dhan $45 miliard që u çlirua varet mirë, po kontroll të cilës Amerikë, po mirë. Amerikës së Sorosit apo Amerikës së Trumpit. Nuk ka të bëj fare ajo, Shtetet e Bashkuara, nëse e kanë marrë me marrëveshje të fshehtë, kushdo që të jetë president do ta kontrollojë dhe qeveri. Dhe vetëm po të prishet ta marrëveshje me luftë, atëherë nuk e dim se çfarë mund ndodh. Dhe në këtë kuptim, Amerika mund t'i ketë thënë Sorosit, merë mbrapa atë që ke dërguar, edhe do t'i edhim sallaç, ne i ka thënë, dhe ajo do të largohet, sepse aty do t'a drejtojmë ne jetën politike se çfarë do ndodhë në të ardhmen në Shqipëri. Rrofsh, faleminderit për bisedën, shpresoj që kemi thënë dhe gjëra me vlerë. Faleminderit. Veç gallatave që kemi bërë, që në takon të bëjmë dhe pak gallat. Lea në dua shumë se kam kolonjare si Lea dhe është nga i fisi përsosur, i shkëlqyer. Xhaxhaica ime është shtyp, xhaxhaica e babait tim më fal është shtyp. Ka qenë persekutuar dhe dënuar me gjyqin special që u bën në Korçë, me Xhevat Mborjen e me gjitha elitën, ka qenë vetëm ajo femër, quhej Axhire Ypi. Dhe ka qenë gruaja e xhaxhait babait tim që quhet Shefqet Sako. Dhe kanë pasur shtëpi në qendër të Korçës dhe u kanë marrë me diktator. Shefqeti u kthye nga Amerika, xhaxhai babait tim, ishte inxhinier. Jo, se mund të thonë që ja fut kot ky. Këta ypët. Shefqeti u kthye nga Amerika në luftën e Vlorës, bënte pjesë në atë i binte saksit në grupi Lira, i cili këndoi këngën Vlora Vlora me Thomanasin, drejtimin e Thomanasit, dhe xhaxhai tim ishte drejtor i botores për Korçën. Ka bërë disa rrugë atje, rrugën e Lozhanit edhe disa rrugë të tjera rurale në zonën e Korçës dhe u pushkatua nga komunistët në vitin 43 pa filluar luftat civile, e kanë kapur në rrugë duke ikur në Tiranë në një moshë relativisht të thyer, mbi 63 vjet, 64 vjet, dhe e kanë pushkatuar disa nga këta komunistët e batalionit Reshit Çollaku. E mbyllim atëherë. Po. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Ju uroj një javë të mbarë dhe ju lut takim javën e ardhshme. Mirupafshim.